Mirëmëngjes të dashur virgjëresha. Të bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi ju është 2 të shkopive. Janë letra moderne tarot dhe shikojmë një grua këtu që ka 2 çanta në duar. A thua cilën ta marr? Kjo është pyetja. Pra, ka 2 rrugë përpara të dashur virgjëresh. Tani është koha të planifikosh me guxim dhe të zgjedhësh me qëllim. Ndoshta jeni në prag të një vendimi, ti ndodhesh një mend ku po shqyrton mundësinë, njëra është e sigurt, tjetra më sfiduese, por ndoshta më shpërblyese. Mos u ngatro në zgjedhje të lehta, shko aty ku ndjen thirrjen. Këtë mos e harroni. Koha është për të parë më larg. Kjo letër në fakt të dashur virgjëresh ju fton të mendosh për të ardhmen, jo vetëm për çfarë do sot, por çfarë do për jetën tënde. Është një letër e vizionit. Vepro dhe mos prit pafund. Po planifikimi është i rëndësishëm, por mos u bloko. Absolutisht planifikimi është i rëndësishëm, por s'duhet të bllokohemi në të menduar. Në fund do duhet të zgjedhësh dhe të lëvizësh. Nëse ka të bëjë kjo me marrëdhënie, mund të përfaqësoj një pikë ku pyet: a duhet të vazhdoj më thellë të investoj në këtë lidhje, apo diçka tjetër, të shikoj diçka tjetër. Përgjigju kësaj pyetje me sinqeritet ndaj vetes dhe mos mendo për asgjë apo askë tjetër. Një fjali për ta mbajtur mend të dashur virgjëresh. Zgjedhjet e mëdha nuk duken gjithmonë si rrugë të mëdha, por ndjenja jote të udhëzon drejt horizontit që të pret. Do thotë që të dyja janë të mira, por njëra do të shpije më larg nga ajo tjetra e momentit.